Prej verës të bukur dhe plot ngjyra të këngës së parë, tani në këngën e dytë kemi arritur ca muaj më vonë në stinën e vjeshtës, ngjyra karakteristike së cilës është e verdha. Vreshtat ishin verdhëllore. Këtë kuptojmë jo vetëm nga vargjet, por e dimi jemi të sigurt sepse në botimin e dytë derada çdo këngë poshtë titullit i shtoi edhe datën. 27 qershor 1405 kënga e parë, 31 nëntor kjo këngë e dyta e kështu me radhë. Kështu marrin vesh edhe kohën e brendshme të poemës, kohën e zhvillimit të ngjarjeve, plot 19 vjet që nga qershori 1405 deri në dhjetor të 23-shit. Ju kujtohen rrushtë të pakaguridhe të këngës së parë? Tani janë pjekur, madje edhe janë vjel. Dhelpëra që erdhi nga mali me të lodhura të bijat, nuk gjet asgjë sepse erdhi me të mbaruar të vjelat. Njësoj si rrushtë edhe Milosavlja, e këngës parë ishte aguridhe dhe sapo kish filluar të ndjente që po piqe, po bëhej gati të hynte në jetë. E krahasonte veten me vajzën që për herë të parë ndihet femër. Njësoj si rrushtë edhe Milosavlja i kësaj këngë është pjekur dhe tani do të marr frytet e kësaj pjekje, do të shijojë për herë të parë dashurinë. Prandaj dhe pikërisht kjo, e dyta, është kënga e shfaqjes të dashurisë, ka pra këtë temë, përkundër të parës që ishte në vigjilje të rinisë. Dikur në musk të kësaj dite nëntori, kur dielli është duke perënduar, Milosavlja vendos të bëjë një shëtitje deri në Fjokat. Është një kruaj që supozohet të jetë në Shkodër sepse atje zhvillohen ngjarjet e poemës, por që në fakt është një vend afër Makit, vend lindjes të poetit, si të gjitha vendet e tjera që përmenden në poemë. E atëherë, kur ndërsheshe fshihe dielli si nën tokë mëmat që kënduan në valle, më bën përshtypje këtu paralelja që hiqet mes diellit që fshihet pas maleve dhe mëmave që tashmë kanë vdekur dhe si dielli janë fshehur, janë mbuluar edhe ato nën tokë, të dyja burime jetëdhënëse. Sidomos të mbeten në mendje detaji mëmat që kënduan në valle, i cili kundërvë më saktë përcjell gjallërinë e dikushme me këngët e vallet, të humbur tashmë të qetuar nën dhe. Është pikërisht kjo kohë delikate muzgu e mbushur me kujtime kur në Fjokat unë rash, unë zbrita. Pikërisht këtu në Fjokat te kroj me ku tjetër sheh një vajzë të bukur, në fakt takon dashurinë e jetës së tij. E përveshur e lartë me gërshet të pleksur në një lidhse të bardhë, ishte kroj një vash. Skena duket që është funde krye frymëzuar nga folklori, sepse është brenda të gjitha klisheve të këngëve popullore. Si gjithmonë takimi dashurisë ndodh në krua. Vajza shkon të mbush ujë dhe djali kërkon ujë. Vajza më jep ti një pikë ujë, sa të duash ti bish zoti. Sipas mentalitetit popullor shqiptar, vajza është punëtorja, e përveshur me mëngë të përveshura për punë, mbush ujë, ndërsa djali është trimi që s'bën asgjë tjetër veç të vërdalloset e të trimëroj rrugëve. Edhe mënyra se si përcakton të rinë derada, jo me emër, por si trimi dhe vasha, tregon ndikim nga folklori. Si edhe vasha e këngëve popullore, edhe vajza e kësaj këngë është e bukur, e lartë me gërshet të pleksur, plot hije, madje e bukur së jashtëmi dhe së brendshmi, te balli një mendimi kishte hije. Si edhe vasha e këngëve popullore, edhe vajza e kësaj këngë është e shëndetshme, gjifryr dhe e turpshme sepse skuqet kur i flet trimi, në çeret e ndezur. Sa i përket veshjes, është veshje tipike e vajzave arbëreshe të kohës të deradës, jo e Shkodrës të 1400-s. Në atë kohë, vajzat e pamartuar arbëreshe kishin zakon ta thurnin gërshetin me një lidhse të bardhë, me gërshet të pleksur në një lidhse të bardhë. Në brezin e kaltër ka të kapur cepin e një shamie, ndërsa cepi tjetri zbret deri në tokë. I lidhur te brezi kaltër mbi trualli çik mandili. Është mandilja që vajzat fshatare arbëreshe mbajnë në kokë për të mbrojtur nga dielli apo të ftohtë, ndërsa tani që ajo është duke mbushur ujë, e ka lidhur në brez. Kur shehti afrohet Milosavlja, trembet, por me një trembje të hareshme, të gëzueshme. Posa që më ndjejti, sapo më ndjeu, vasha drejt nga unë suall, gjifryre dhe plot hije, me një të trembur hare. Të thua trembet dhe kënaqet një kohësisht. Në fakt, ky duhet jetë edhe efekti që duhet shkaktojë trimi kur kalon apo jo. Nëse u kujtuat për rrushta aguridhe të këngës të parë që tani janë pjekur, besoj se e kujtoni edhe vajzën e po asaj këngë që për herë të parë ndjen gjinjt që i fryen, pra për herë të parë ndjen që po bëhet femër. Ja ku e kemi tani, gjifryr, të pjekur, të gatshme për të dashuruar ose për të bërë objekt dashurie. Sepse është e tillë, femër, e plotësuar, e pjekur, prandaj dhe është e bukur plot hije, madje sensualisht e bukur, gjifryre dhe plot hije. Ndoshta edhe pak lojcake me atë gëzimin e trembur me një të trembur hare. Kjo e bën të jetë objekt dashurie, e dashurueshme. Pikërisht ashtu e sheh Milosavlja, pikërisht të tillë e përshkruan edhe derada. Çdo të ndodh më tej me dy trinjtë sapo takuar te burimi, a do të kenë guxim t'ia shfaqin dashurinë njëri tjetrit? Këto pyetje do të marrin përgjigje në pjesën e dytë të komentit të kësaj këngë.